Besoj që të pjesëmarrja apo në dinamikë ishte një nga protestat e radhës, një lloj déjà vu-je le të themi, por ndryshe nga herët e tjera apo edhe nga protesta e parafundit, kishin të bënin me një ndërhyrje të policisë më shpejt dhe më agresivisht përpara se protestuesit të fillonin aksionin e tyre tradicional të hedhjes së molotove, duke patur parasysh këtu që në protestat e zhvilluara më herët ishte gati një skenar rutin që pas fjalimeve vinte sinjali i zotit Berisha me flamur dhe pastaj fillonte grupi i njerëzve të cilët ishin përgatitur për të hedhur shishet me lënë djegës apo të ashtuqytura të bomba molotov në drejtim të selisë së qeverisë apo institucioneve të tjera. Por nga protesta e parafundit dhe veçanërisht e sotmja, kishte një gatishmëri të policisë për të mos lejuar protestuesit të fillonin këtë aksion dhe nata e sotme dëshmoi që policia ka ndryshuar kursin e marrëdhënies me protestën, duke qenë më e ashpër dhe për hir të vërtetës disa ndërhyrje të saj ishin edhe të pajustifikuara. Pra nuk është proporcionale, po themi ndërhyrja e tyre me atë se çfarë protestuesit nga njëra